Një grua 50 vjeçare është bërë nën për herë të parë. Sipas personelit mjekësor të spitalit Isa Grezda, si Lehona, ashtu edhe foshnja gëzojnë shëndet të plot pas lindjes. Ginekologu Dr. Ahmet Haslani deklaroi se pavarësisht moshës së nënës, procesi i lindjes ka kaluar pa komplikime dhe gjithçka ka shkuar shumë mirë. Procesi i lindjes ka shkuar mirë, ka për herë të parë ka ardhur në maternitetin tonë një paciente në moshën rreth moshës 50 vjeçare, po 50 vjeçare së 75-she, e cila ka qenë shtazania e parë, e cila është krye shtazania ka ndodhur në Çipër me IVF in vitro, edhe deri në moshën 36 javëshe të shtazanisë, kjo vizitat i ka bo edhe atje edhe nga njerë në Prishtinë, ndërsa vizitat e fundit, 10 ditë para se lindjes, me lind ka ardhur në maternitetin tonë. Ndër të tjera, Dr. Haslani theksoi se pavarësisht moshës së avancuar për të bërë nën, nuk është vonë asnjëherë. Ky është një shembull i mirë dhe kur nuk është vonë dhe kur s'duhet me hek dorë nga të qenurit nënë. E emocionuar, nëna e foshnjës Safete Metaj falenderoi repartin e ginekologjisë për kujdesin dhe mbështetjen e dhënë gjatë gjithë procesit. Jam shumë e lumtur me gjithë burrin tim, sërish me burrin tim, me gjithë fëmijët që kam pas, sa gjithë ka konë s'ka dalë sukses që atje po dhe për mikpritje këtu më kanë pritë mirë, kujdesin për mu shumë mirë. Këtu në Gjako, të Dr. Ahmet Aslan Bërvina, me kolegët e vetë, shumë kanë pritë mirë. Për stafin mjekësor, çdo lindje e sigurt mbetet prioritet pavarësisht sfidave që mund të paraqesë mosha apo rrethanat, ndërsa për familjen Metaj, kjo ditë shënon fillimin e një kapitulli të ri të mbushur me gëzim dhe shpresë.